Drejtuesit e autobusëve interurban dhe pasagerët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me zhvendosjen e terminalit të ri në hyrje të qytetit të Vlorës. Sipas tyre, vendosja e terminalit në segmentin lidhës të urës transballkanike me autostradën ka krijuar probleme të shumta. Prej 2 ditësh terminali i ri është funksional në këtë zonë, por drejtuesit e autobusëve ankohen për mungesën e punës, ndërsa pasagerët theksojnë mungesën e shërbimeve bazë. Ata shprehen se terminali është larg qytetit dhe se kjo largësi u krijon atyre vështirësi shtesë. Sipas tyre, përveç mungesës së fluksit të pasagerëve dhe kushteve të papërshtatshme, zhvendosja e terminalit rrezikon të favorizojë shërbimin e transportit pirat edhe të palicencuar në Vlorë. O sa erdha tash diku të shkojnë tualet ata, ku të shkojnë, ku të futen, thujmë ti. Problemi është se janë edhe fugonat në qendër, veturat e bardha, piratët. Ne jemi të mbaruar këtu, po morëm 2-3 vete e mirë. S'dele po, me 5 vete erdha, ku të shkojnë? Po ku të gjë, ke karburanti, po na la. Një rrugë ditë, vajtë e ardhe. Po dhe të rrimë rrugë këtu në Shia, në Maki, ku të rrimë? Ku vëshme, shikoj vete, bosh dhe ju në gjithë. Djena kanë zirë policia këtu, në shkjallë. Këtu është burim aksidente, ma gjërët do dali fëmija në rrugat e mbaruar këtu. E kupton. Shumë vështirë. Si po dhe i rrugat ty, është ditë dhe rrugat ty ke qetë, nuk prisë asë i gjanë. Shumë largë, unë jam i ka po pizza. Në marë taksin, Lënë nuk ka asë fukun atë buzë dhe të ke ora, ke qetra, ka qenë të vikë në me. Mirë, unë jam një 6-7, pa i që atë dhe. Kusë se kemi makinë personale, shumë. Po vështirë se unë kam bërë sot, kam ecur një orë sa më këmbë që erdhe gjeta që meri qa, ne qa këtej fugonat, turpi matë. Ku ka Orban, edhe kështu që. Për urin e këtire fugonat që kanë bërë këtu, kanë bërë krim të mafi. Me vendim të Këshillit të Bashkiak të Vlorës u bë zhvendosja e terminalit, çka solli reagimin e drejtuesve të autobusëve, të cilët madje kanë zhvilluar edhe greva ditët e fundit. Prej 2 ditësh ata janë vendosur në terminalin e ri, por vijojnë të ngrenë shqetësime për largësinë nga qyteti, mungesën e punës si dhe mungesën e shërbimeve bazë.